pa kufi. Ajo ecën gjithmon me besim, me energji që nuk shteron kur. Dhe në çdo hap që hedh, lë pas gjurëm lumturie e ngrotësie. Fjalët e saj janë të buta, si melodi që shqetësojnë shpirtin, ndërsa zemra e saj e madhe, di të fal dashuri pa kursim. Kur karamele hyn në një dhomë, atmosfera me njëherë ndryshon, sepse pozitiviteti që ajo përcjell, si rezet e dielli gjithçka ndriçon. Ajo di të qesh me gjithë zemër, dhe të shpërndaj gëzim të çdo njeri, duke i bërtitët më të bukura me thjessin dhe sinqeritetin e saj. Në sytë e saj shihet shkëlqimi i ëndrave që nuk njohin kufi, dhe në shpirtin e saj jeton forca që e bën të ecë përpara me krenari. Karamele është si një lule pranvere që shel bukur në çdo stin, duke sjell ngjyra, shpresë dhe jetë në zemrat e atyre që e kanë pranë. Për këtë arsye ajo vlerësohet shumë, jo vetëm për bukurin që ka, por për zemrën e saj të artë që dashuri e mirë si shpërndan pandaj. Dhe kush e njeh karamelen mirë, e di se sa e veçantë është ajo, një vajzë simpatike, plot energji, që lë kujtime të bukura kudo që shkon. Le të vazhdoj gjithmonë të shkëlqej, si një yll në qiellin e pafund, sepse njerëz se karamelja